Kolegjet e bashkuara të Gjykatës së Lartë kanë vendosur ndryshime të rëndësishme në praktikën për caktimin e masës së sigurimit arrest me burg, duke vendosur standarde më të forta për mbrojtjen e lirisë personale. Sipas vendimit, gjykata tashmë janë të detyruara të analizojnë në mënyrë konkrete masat alternative dhe të argumentojnë qartë pse ato nuk janë të përshtatshme para se të vendosin arrestin në burg. Kolegjet theksojnë se kjo masë duhet të mbetet përjashtim dhe jo rregull. Vlerësimi i rrezikshmërisë nuk mund të bazohet vetëm te vepra penale apo dënimi i parashikuar, por duhet të mbështetet në rrethana konkrete dhe në profilin individual të personit. Një tjetër pikë kyçe është bara e provës, e cila i takon prokurorisë. Ajo duhet të justifikojë nevojën për arrest në burg, ndërsa gjykata ka detyrimin ta verifikojë këtë kërkesë në çdo fazë të procesit. Vendimi synon të unifikojë praktikën gjyqësore dhe ta parafrojë atë me standardet e Gjykatës Evropiane për të drejtat e njerëzit, duke garantuar një kontroll më të fortë mbi kufizimin e lirisë personale. Në çështjen konkrete, kolegjet e bashkuara lanë në fuqi vendimin e apelit, duke rrëzuar kërkesën e prokurorisë.